Me këtë pamje manice, me styre 2 shkëmbive fantastik, me pamje nga një prej monumenteve më të rrallë të veriut Shqipërisë, Ranës Hedhun, plazhit të madh të Ulqinit vetë, lagunës së Vilunit, Velipojës, do të ndërtohet pishina ndoshta më e bukur në botë. Sipas Chris Preck, njërit prej arkitektëve austriak, një prej yjeve në ngjitjet e arkitekturës europiane, midis tyre 2 shkëmbive do të vendoset një pishinë e cila do ta ketë ballin prej xhami dhe që do të shoh nga Mali i Zi e deri në kepin e Rodonit. Do të jetë një prej 10 pishinave që tani të përcaktuara më të bukura të botës dhe Chris Preck thotë do të jetë më e bukura e botës. Korab, ti do jesh aty duke po plazh. Ti do jesh duke po plazh aty. Po janë të vë banjë gjelli këtu Blendi. Dhe pishina do të vi 5 metra në ajër. 5 metra në ajër e dolur, e cila do jetë mbi pemë këtu. Dhe pemët do të jenë nën pishinë, nga poshtë ti do të shohësh gjelbrimin dhe shkëmbit dhe 2 shkëmbit anësor do të shërbejnë si konsola mbajtëse të njërës prej pishinave më të bukura të botës. Chris Preck, thash, arkitekti austriak, thotë që do të jetë më e bukura, revista e arkitekturës konsiderohet 1 nga 10 më të bukurat. Pishina ndoshta më e bukur e globit që sheh nga Ulqini e deri Shqipërinë e Mesme.